janë deputet me eksperiencë e para punës, dhe e dyta duhet të jenë normalisht të certifikuar për të trajtuar informacione të tilla. Thënë këtë, unë e shoh si një artific këtë gjetje, sepse është bazuar tek fakti se informacioni mund të jetë edhe në formë USB-je. Pra, ajo USB që është vendosur në dispozicion nga prokuroria e posaçme nga SPAK-u, që thuhet që nga në kasafort të administratës kuvendit dhe nuk dihet ende se në ç'moment moment do t'i bëhet me dije atyre deputetëve të cilët janë pjesë e këtij komisioni, të cilët do të marrin më pas, do të shqyrtojnë kërkesën e paraqitur nga SPAK-u për ndryshimin e masës dhe kalimin në arrest Franci, ka një frazë aty që do të ftohet prokurori i çështjes për të vendosur më pas mënyra si do të menaxhohet. Ma shpjego pak thjesht, edhe shumë shkurt, çfarë ndodh në çdo skenar të mundshëm në datën 19? Unë mendoj që në datën 19, nisur edhe nga eksperienca që kjo maxhorancë ka tashmë me shumë ministra dhe ish ministra apo ish deputet që janë kërkuar nga drejtësia etj, nisur që nga rasti Tahiri dhe ndryshimet që kanë pësuar rregulloria e kuvendit pikërisht për rastet e ngjashme, unë mendoj se skenari do të jetë që të zvarritet sa më shumë procedura, të merret kohë nga maxhoranca për të kërkuar provat, për të njohur me provat, do të bëjnë oponencën e tyre, mendoj unë, kështu që ky proces do të vjas. Nuk mendoj, sinqerisht, është mendimi personal, nuk mendoj se procesi do të mbyllet të premten. Aty do të jetë vetëm fillimi i një ndoshta sage tjetër juridike, edhe meqense u fol edhe pak më herët për masterat, do duhet që aty pastaj do ketë nevojë për master tjetër shkencor në drejtësi, sepse mendoj që do të ketë debate të mëdha përderisa ai, domethënë komision apo ai këshill i rregullores mandateve dhe imuniteteve është transformuar vitet e fundit nga maxhoranca socialiste si një sallë gjyqi, ku nuk i bëhet gjyqi personi që kërkohet nga drejtësia, deputetit apo zyrtarit lart në rastin konkret zonës Balluku, por mendoj aty ka për të bërë gjyqi ndaj kërkesës prokurorisë. Dhe do duhet që të jetë SPAK-u ai që të përballet pastaj me maxhorancën. Pavarësisht se nuk shqyrtohen provat në themel, Po, pra nuk shqyrtohen provat në themel. Pra, ai lloj gjyqi që duhet bëjnë deputetët ka të bëjë vetëm me respektimin e rregullave, respektimin e ligjit në kërkesën e paraqitur nga prokuroria. Pikërisht, kjo është ajo që do të dilja, domethënë se normalisht një kërkesë e tillë është vetëm formalitet. Duhet të ishte një formalitet për kuvendin. Kuvendi duhet shqyrtojë vetëm anën formale. Pra, a ka ardhur kjo kërkesë nga SPAK-u, a është zonja deputete, a plotson kriteret ligjore në anën formale, por nëse ju kujtohen edhe herët e shkuara, kanë shkuar përtej kësaj deputetë maxhorancës, kanë ndërhyrë në thelbin e provave, kanë peshuar provat për të parë a ishin të mjaftueshme apo jo. Pra i kanë hyrë meritës çështjes, gjë që nuk lejohet normalisht. Por unë këtë skenar parashikoj. Precedentët çfarë thon? Precedentët çfarë ndodh? Se ne kemi parasysh rastin Tahiri, kur u zhvillua një situatë ngjashme. Çfarë na mësojnë precedentët? Pra, në këtë rast, në rastin e Belinda Ballukut, në paralajmërimin që ka dhënë edhe kryeministri që ne për herë të parë kësaj radhe do ta marrim seriozisht, do të kemi, duket sikur ka lënë të kuptohet një strategji, por precedentët çfarë na thon? Precedentët na kanë thënë që Partia Socialiste ka tentuar të fitojë kohë maksimalisht dhe më pas është kapur me procedura dhe me afatet, edhe pse mund të ketë vendosur heqjen e imunitetit, ka tentuar të mos ja plotësoj 100% kërkesën prokurorisë. Edhe në këtë rast, prokuroria në shkresën e depozituar dje ka lënë opsionin e heqjes së lirisë dhe / arrestit në shtëpi. Pra duhet parë nëse e para do të pranohet njerëzit kërkesë dhe dyta duhet parë nëse kjo kërkesë do të pranohet pjesërisht apo jo, sepse mund të jetë dhe skenari që mund të pranohet vetëm pjesërisht. Prandaj duhet parë nga debatet dhe zhvillimet që do të ketë. Unë e them dhe herë dhe përsëris, nuk pres që të jetë një seancë e vetme, nuk pres që çdo gjë të mbyllet të premten, ajo do të jetë vetëm fillimi. Maksimumi sa mund shkojë një ditë maraton. Franc, maksimumi sa mund shkojë? Atëherë, maksimumi me ligj është deri në 3 muaj. Dhe nëse për 3 muaj nuk shprehet kuvendi, kërkesa konsiderohet e hedhur poshtë. Pra, ekziston dhe i variant, merret kohë, të kërkohet kohë, meqense jemi edhe në prag të festave të fundvitit, institucionet normalisht mbyllen, etj. Kuvendi rifillon punën nga java e 3 e janarit, siç e ka edhe rregulloria e tij. Pra, mund të ecet dhe me një skenar tjetër që për të fituar kohë, të zvarritet te çdo lloj arsye, te çdo lloj afati të arsyeshëm për të fituar kohë. Unë nuk mendoj se ky është interesi i qytetarëve, nuk mendoj se është interesi i opozitës.
por është interesi i Partisë Socialiste. Kush ka menduar për interesin e publikut e aq më pak të opozitës Franci. Por duhet theksojmë edhe ato videot dhe ato deklaratat që po qarkullojnë që vetë eksponent të lartë të Partisë Socialiste kanë deklaruar në rastet e mëparshme që do t'i miratonin të gjitha kërkesat e ardhura nga organi i prokurorisë, pa dallim nëse ishin krahut majtë, krahut djathtë apo pa krah fare. Ka thënë antari Bledi Çuçi, antari i këtij këshilli. Mbajtja e premtimeve nuk është pika e fortë e kësaj maxorance, Franci, kështu që është e vërtetë. Le të themi që nuk është pika më e fortë. Juli? Shiko, ky afati tërmujor që ju përmendni nga pikpamja juridike ndikon tek afatet e hetimit, duke qenë dhe duke pasur parasysh që kjo dosje është nga ato dosje që është në limitet e afateve procedurale. Pra, çfarë mund të bëj spak? Jo, nuk mendoj se ndikon te afatet e hetimeve, sepse hetimet kanë nisur përpara shumë kohësh dhe hetimet vijojnë, plus kësaj akuzat janë komunikuar. Një pjesë e akuzave në kuptimin e formal të tyre brenda afatit të parashkrimit. Pastaj nëse do të ketë akuzat tjera në ditët në vijim, kjo vendet për të parë. Nuk janë dhënë akuzat. Nuk janë komunikuar akuzat për unazën e madhe, për të paktën disa nga lotet. Po kjo mbetet për të parë, sepse besoj se jemi ende brenda afateve për këtë element. Unë pres që organi procedues pra SPAK të sqarojë edhe pozitën sa i takon akuzave, sepse mund të kemi një shumëfishim të njëjtat akuza pra të përsëritura për disa lote të kësaj unaze, të kësaj vepre publike, por duhet parë dhe duhet sqaroj SPAK nëse do të ketë akuza më të rënda se kaq, Edhe kjo është një opsion tjetër dhe nëse ka akuza më të rënda se sa shkelja barazisë në tendera, duhet kuptoni që dhe afati parashkrimit zgjatet, sepse kjo duke qenë një akuzë tepër e lehtë, afati parashkrimit ishte 5 vjeçar. Ndërkohë, nëse kalojmë në akuzën për ta bërë juridike çështjen, nëse kalojmë në akuzën e shpërdorimit detyrës, afati parashkrimit zgjatet dhe nëse ka akuza ende më të rënda se kaq, afati i parashkrimit zgjatet akoma më tek, kështu që nuk besoj se është problem në këtë moment. Besoj me rëndësi kjo pjesë. Franci, unë të falenderoj. Ke ndonjë pyetje, Andi? Pyetje jo, po. Okej, direkt koment, vetëm ta përcjell pak Francin sepse më kërkon kohën, është duke ndjekur edhe punimet e Këshillit Kombëtar, edhe do duhet të rikthehet përsëri në sallë. Franci, e ko të them, po të nisa ndonjë mesazh, mund të më kthesh ndonjë përgjigje çfarë po ndodh brenda? Apo dhe ju të kyçur në për kasaforta, ko kasaforta është kjo, Franci, të falenderoj që ishe